Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një tavë me speca të mbushura në një mënyrë të veçantë që në familjen time është shumë e preferuar. Jam e bindur që pasi ta provoni, do ta pëlqeni dhe do ta gatuani shpesh edhe ju në kuzhinën tuaj. Fillojmë pa humbur kohë. Në tigan do shtojmë 3 lugë vaj ulliri, një qep e prer holl, një patullxhan e prer holl, 2 speca mund t'i kombinoni të kuqe dhe jeshile, 200 gram mish të viçi i grirë, por mund t'i përgatisni edhe pa mish të grirë. Dhe do t'i skuqim në zjarr të ngadalt duke i përzier her pas here. Pasi janë zbutur mirë, do shtojmë rreth 3 lugë salcë domate, krip, piper i zi, hudhër dhe spec të kuq. Një filxhan oriz, të cilën unë e laj gjithmonë përpara. Do vazhdojmë skuqjen edhe për pak, do shtojmë pak ujë dhe do t'i lëm derisa të lidhen pak shijet, pak minuta, jo më shumë se 5 minuta në zjarr të ngadalt. Dua të kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi masën e mbushjes i kemi gati, do përgatisim edhe specat për mbushje. Kam përdorur rreth 7-8 speca, i kam hequr pjesën e bishtit dhe pjesën e bishtit unë e kam prer holl dhe e vendosa tek mbushja në fillim të videos, që të mos i shkoja kot. I kam vendosur në tavë në këtë mënyrë, ndërsa për mbushjen kam përdorur 5 patate, rigon, krip dhe spec të kuq, vaj ulliri. Do t'i marinojmë shumë mirë dhe do t'i vendosim në hapësirat mes tyre. Ky është një kombinim vërtet shumë i shijshëm. Patatet zbuten shumë mirë dhe marrin një shije fantastike. Unë ju sugjeroj ta provoni. Unë kam shumë vite që i përgatis edhe në këtë mënyrë dhe bëhen vërtet shumë të shijshme. Unë nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj gjithmonë se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Në tavë do shtojmë një gotë ujë dhe pak vaj ulliri në sipërfaqe. Do ta pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Nëse furra juaj përshpejton, mund të vendosni një letër pjekje mbi to. Gjithashtu edhe nëse furra juaj nuk pjek mirë, mund t'i ktheni gjatë pjekjes në anën tjetër. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqeu, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës. Faleminderit që më ndiqni.